Miq, ju përshëndesim, bashkë me Angelin, ke marrë një iniciativë qytetare sot. Jemi bind atyre komentuesve të dashur shqiptar, qytetar të këtij vendi, që thonë, ore, mirë ju bëni laka me këto video çdo javë na dilni her pas here, na keni bombarduar duke na dhënë mesazhe, por pse s'bashkoheni me këto protestat e denjta këtu në Shqipëri? Dhe një ndër to është ajo që ka marrë vrull të madh këto ditët e fundit, dhe kryeministrit të ëndërruar që do të merrte 71 mandate në Shqipëri në zgjedhjet e fundit, Adriatik Lapaj, që është prej ditësh duke protestuar nga mëngjesi deri në darkë. Çdo ditë. Edhe ne po shkojmë 25 orë në ditë. 25 orë. Edhe ne po shkojmë të marrim pjesë herë te kjo. Jo, ne nuk po shkojmë të marrim pjesë. Të marrim pjesë do të shohim çfarë bëhen atje, do ta takojmë tikun, ta përgëzojmë. Ne do të bëjmë një përgëzim tikut dhe po më duket se ka tiku fare atje. Nuk qen nga tiku. Po është. Edhe mi të tiku s'është. Po mirë, se ata të tjerë për çfarë do ta përgëzojmë tikun ne? Jo, nuk do ta përgëzojmë tikun, ai përgëzon veten. Po, se ai s'ka as nevojë për përgëzimet. Ai s'ka nevojë për përgëzimet tona. Ai nuk ka nevojë për përgëzimet tona, ne do t'i bëjmë një pyetje, sepse unë nuk dua të jem në borxh. Unë kam vendosur dorën kështu me një njeri që ka vendosur edhe të sakrifikohet për vendin. Ja, s'ka muj dorë shumë për. Ne do t'i bëjmë një pyetje zotit Adriatik. I pangopur shumë mirë këtë bërë. Zoti Adriatik, a mund të afrohemi? Zotrin e njeh Shaltini, është gazetar i pavarur. Unë jam Angel Luka. Do t'i përgëzojmë një, do t'i përgëzojmë për. S'ka. Atëre. Unë jam një nga protestuesit dhe nëse juve këtu keni një javë apo dhe do të vazhdoni të jetë sa të vazhdoni deri në realizimin e qëllimit tuaj. Unë kam ndëndur 21 muaj në derë të komisariatit numër 2, i grabitur, i dhunuar me ky shtet. Ju protestoni për shkak të padrejtësive që bën kryeministri, mua më ka dhunuar komplet shteti. Prokuroria, policia, disa gjyqtarë, me përjashtim të disa gjyqtarëve të tjerë. Unë ju admiroj juve ashtu si çdo që kërkon drejtësi në këtë vend, qoftë edhe personale, qoftë edhe individuale, qoftë edhe kolektive, qoftë edhe në shkallë kombëtare. Por të them të drejtën, unë kam ardhur këtu me një pyetje. Atëherë, pyetja ime është kjo. Unë kam dëgjuar nga juve që në një intervistë të caktuar keni thënë se George Soros është goxha bukur. Ta mbaroj. Domethënë, pavarësisht nga fjalët mund mos jetë saktë ato që kam thënë unë, do më saktësoni juve. Për mua shumë e rëndësishme pozicionin që ju keni ndaj George Soros, sepse unë vetë personalisht, Altini e di, kam kërkuar që ai njeri dhe i biri, George Soros dhe Alexander Soros, ta arrestohen në sekondën e parë që unë do të merja pushtetin. Nëse kam ndërruar kursa për tinin. Por nëse do të ndodhte, hipotetikisht, unë do kërkoja që ai njeri ta arrestohej i pari. Këtu, kundër të cilit ju protestoni, është prodhimi i tij në një farë mënyre. Atë thotë edhe Adriatiku. Apo jo? Edhe ju atë thoni. Adriatik, çfarë mendimi keni juve në lidhje me këtë? Sot që kërkoj mirë, s'ke nevojë as për gjeneratorën, apo kundër George Soros. Domethënë, a do t'i mbështesni juve mendimin tim hipotetikisht që George Soros ta arrestohet apo të paktën të dëbohet mos shkel kurrë në këtë vend? Po, edhe patjetër si jemi. Absolutisht. Kaqë? Dhe s'ka gjë përgjigje? Mund të bëra li. Thjesht. Kaqë për kaqë? Po ka shkel ligjin patjetër që nesër. A ka shkelur ligjin? Ashtu. A e ka shkelur ligjin? Për kaqë solle deri këtu. Për kaqë Ne mendoj se do rrinim deri në darkë, deri në 5, 6. Jo, ne i kemi thënë të tjera, do themi prapë. Do vazhdojmë të themi të tjera, mirë. Ikim, vazhdojmë. Për kaqë Është shumë e rëndësishme kaq. vetëm kaq sa thaje? Është shumë e rëndësishme kaq. Shumë e Po rëndësishme. vajmë sa rritë ta kuptoj. Ta them unë e kam dëgjuar që ai ka thënë, sepse në mendimin tim, ky në një farë mënyrë është promovuar. Mund ta ketë thënë ndryshe, unë e kam dëgjuar kështu siç e thash. Mund të kem bërë gabim unë,
Dhe prandaj e dëgjuar nga goja e tij është ndryshe. Vetëm një përgjigje po është e saktë, jo s'është e saktë, jo duhet arrestohet ose po duhet arrestohet, për shembull nuk do t'japin një argumente si Nëse do ta japin ai e jep në situata të tjera Orçun, unë e pyes vetëm kaq. Po më duk Nesër, nuk du ta shoh në atë syrin tim, Shiko, pas syzeve gjithmonë. George Soros është një njeri që praktikisht përndiqet në shumë vende të botës. Ore në rregull, po. Dhe A mjafton kjo dhe ty këtu të ai bindi ka për shembull, të bindi kjo e Adriatikut që tha Adriatiku. Dale, mos e ngatroj. Unë nuk kam marrë që ta këtu. kuptoj edhe unë. Edhe një atëre. Unë nuk kam marrë këtu që të bindem nga Adriatiku. As që të ndjek Adriatikun. S'bëhet fjalë, më thamë. Ashtu. Por unë kam pasur në mendimin tim idenë se Adriatiku largohu dhe qip. Adriatiku është një nga ata njerëz që është promovuar dhe mbështetet nga George Soros. Dhe si i tillë unë kam bërë këtë pyetjen ose kam ngritur atë idenë që nuk e kuptojnë këta njerëz që sa kohë që ka Edi Ramën George Soros nuk ka nevojë për Adriatik Lapaj apo për ndonjë tjetër. Domethënë Po mirë pra, ndoshta ka ardhur momenti për gjatë këtyre viteve, 12 vite, 13 vite sa ka Edi Rama, që Edi Rama t'ja pasoj, le të themi, pushtetin e tij Adriatik Lapajt. Pa jo Edi Rama vetë, por George Soros. Dhe kjo është një mundësi. Po mirë. Po për shqiptarët nuk ka asnjë vlerë kjo. Dhe rreziku si nuk ka asnjë vlerë. Dihet po një zhgënjim, po dihet një mashtrim tjetër pra. Po pra, dhe pikërisht ky është rreziku. Siç ka pas Berishën, nga Berisha mori pastaj Rama merr Adriatikun. Ky është rreziku që duhet kuptojnë shqiptarët që pushtetarët e vërtet të këtij vendi janë George Soros, klanet të tjera amerikane, franceze, italiane, tjera. A duhet mjaftohemi ne me këtë përgjigje që na dha Adriatiku, që ne të kuptojmë që Adriatiku nuk është me George Sorosin, ndërkohë që ai mund të jetë me George Sorosin akoma dhe nesër mund vi pushtet nga George Sorosi, duke thënë që s'jam me George Sorosin. Shiko këto, është tjetër ta shprehësh qartë që nuk jam, dhe tjetër të mbetet me pikpyetje esht. Po jo, ju i bët pyetjen që tha që George Soros. Unë e bëj pyetjen direkt ti si do vepronje në rast se do të kishe pushtetin, do të ishe me apo kundër George Soros? Ai tha që nëse ka bërë, ka shkelur ligjin, tha. Nëse ka shkelur, do ta shkelur me të katra këmbët. Po çfarë doni me juve? Që një huaj vjen në bëhet zot në këtë vend dhe s'pas ka shkelur ligjin, si e doni? Ore jam dakord me këtë që thoni ju në parim, por në këtë se çka tha Adriatiku ishte diçka që ka korruptuar komplet klasën politike shqiptare, bile edhe atë europiane. Jam dakord me këtë. Por ajo se çka tha Adriatiku është shumë evazive, shumë e lën peng, e lën në ajër, ku diun. Ti ke komplet të drejtën tënde ti bësh një intervistë tjetër Adriatik Lapajt me të tëra pyetjet që ke. Unë aq kisha. Me qartë, okay. Kjo është për të vlerësuar, patjetër. Unë aq kisha. Gjithsesi, unë uroj që ti të kesh marrë përgjigjen e dur, për këtë merak kam unë. Atëre, përgjigjen e dur në radhë të parë unë e pres nga veprimet, jo nga fjalët. Kjo është parantezë për t'i dhënë atij të kuptoj që në rast se drejt fjalën do të jetë i pari që do të hidhet poshtë. Pra ti morë një fakt që ta kesh nesër. Po, ta kem nesër. Një provë, le të themi, një provë. Një dëshmi. Një filles. Një filles. Le ta themi kështu. Po unë në fakt nuk të mora kot këtu se ne do bënim një xhiro që këtej. Po. Ku do t'ikim? Ku do ta bëjmë atë intervistën tjetër se kemi për të folur për shumë gjëra tjera? Jo, ne do vemi deri tek. Po si ka mundësi një merak tjetër ka mund, domethënë në gjithë Tiranën po ti biesh, nuk ke pikë rrezet dielli, domethënë për shkak të gradaçelave ndërtime kaq të mëdha. Ktu vetëm kryeministria pasqyron kjo rrezje e diellit. Shiko. Dgjoj. Ktu është dituria e gjithë vendit. Dgjojnë çik këto. Unë për vete i quaj normale që sepse kjo nuk është godinë e Edi Ramës, mos e ngadroni kjo. Jo, Edi Rama e ka privatizuar këtë. Jo, nuk e ka privatizuar. Mos të flasim për që tash. Për mendimin tim, kjo është godina e qeverisë shqiptare. E godina e qeverisë shqiptare. Sot është Edi Rama, dje ka qenë dikush tjetër, nesër do ketë dikush tjetër. Po unë e quaj normale që godina e qeverisë të jetë e ekspozuar. Domethënë të jetë le të thuat të mos jetë mbuluar nga ndërtesa të tjera. Nëse Adriatik Lapaj formon një qeveri nesër, do të ishit pjesë e qeverisë ti nëse ai do të ftonte?
Nëse do më ftonte, ka një kusht absolut. Disa kushte. Një, që unë nuk e dorë kur nga ata që kam ngritur pa di, që më kanë dhunuar dhe do të luftoj deri në fund dhe kjo nuk diskutohet. Një. E dyta, nuk e dorë nga të drejtat e mia pasurore, sepse ato nuk janë thjesht pasuri dhe para, po janë prova e kontributit tim dhe gjithë vuajtjeve të mia. Dhe tre, unë nuk marr urdhra nga njeri. Nëse hipotetikisht do merre një post ministri, ajo ministri është vetëm në menaxhimin tim. Stop. Askush nuk më thot dot mua, unë jam kryeministri dhe ti do bësh kështu. Pra, çdo ministër do të jetë i pavarur, thua ti? Po kjo është e keqja. Se ministri është pjesë e qeverisë dhe me ligj duhet të varet nga kryeministri. Me ligjin që kemi ne, ë? Me ligjin që kemi ne, ministri është pronë e kryeqeveritarit. Po në vende të tjera si është? Gjithmonë kështu është. Gjithmonë kështu është. Gjithmonë kështu është. A është e drejtë kjo? Po normalisht duhet të ketë një kokë. Po mirë, jo në këtë farë pike domethënë dhe prandaj dhe prandaj ekziston dorëheqja. Sepse një ministër X ka X bindje, do që të veprohet kështu, kryeministri nuk është dakord dhe kryeministri ka të drejtë të vendosin ashtu si do ai. Dhe si përfundim, nëse lind ky konflikt, dy fjalë për ta mbyllur tani, për këta njerëz që janë mbledhur me Adriatikun bashkë me Adriatikun, si e sheh kështu në pamje të parë domethënë? Normale. Je dakord? Po normale fare. Personi respekton. Fare normale. Ata kanë të drejtën e tyre të protestojnë, kanë një objektiv të tyre në politik, është gjë më normale në botë. Ka pak mbështetës apo ka shumë mbështetës, nuk ka fare rëndësi, fare zero. Rëndësi ka bindja. Pastaj është puna që ky popull duhet të edukohet, jo vetëm me protestën, po të shikoj vlerat e vërteta të qeverisjes, të shoqërisë, të ligjit e të tjera. Dhe ky popull është i keq formuar, i keq informuar, qëllimisht për të mbajtur pushtetin njerëz si ky. E dini që në datë 21 janar të 2011 kam qenë aty, pikërisht aty, në linjë të parë, e kupton? Dhe nuk e shikoj me atë video se kanë zhdukur. Kam qenë protestues i parë unë këtu. Bile, në farë momenti kam hyrë për aty larg, e kupton? Dhe policët dhe ju bëja thirrje protestuesve që të mos qellonin me gur policët. Ndërkohë ju bëja thirrje gardistëve, domethënë i thosha policëve, thoni gardistëve të mos qellonin me armë. E kupton ti? Dhe ata të Partisë Socialiste më kanë hedhur poshtë. Dhe u turën kundër meje që kërkoja që të mos vriteshin me njëri tjetrin. Ajo protest aty është protest plotësisht qytetare dhe plotësisht e drejtë. Qëllimin për t'i dalë në fundim. Dakord?